Vendimi për të qenë pjesë e këtij formati më friksonte. Kam patur shumë pikpyetje në kokë, kam patur dyshime dhe kam qenë i vetmi njeri që ishte optimist për këtë ndërmarrje time. Po e kisha një besim të thellë në vete që duhet ta jetoja këtë eksperiencën edhe të mos vazhdoja të jetoja me një po sikur të kisha qenë, po sikur të kisha thënë po. Ndjesia e ditës parë, kur kam hapur derën e shtëpisë, kam qenë e mpirë nga emocionet, nuk doja ta jepja veten, përpiqesha ta kamufloja. Po përballesha me një ambient që nuk e njihja, me një ambient aq të bukur, me një shtëpi aq të madhe, ku e dija që nga ai sekond, nga ai moment, diçka në jetën time kishte për të ndryshuar dhe e dija që aty brenda në një formë apo një tjetër do ndërtoja disa kujtime të cilat do i ruaj përgjatë gjithë jetës time. Fillimisht kam gjetur një ambient mikpritës, kam gjetur njerëz që më kanë vlerësuar, që i kanë parë dhe i kanë njohur anët e mia pozitive, karakterin tim, faktin që jam empatike, zemrën time. Pastaj, patjetër që ajo që nuk kam pritur ka qenë që në fakt Big Brotheri është një terren i egër. Momenti më i bukur është momenti kur kam shpëtuar nominimin e parë Kokë më Kokë. Isha një banore e mbytur nga pasiguritë, nuk isha asnjë lloj vetbesimi. Kam thënë, okay, ky është momenti që ti të provosh veten tënde. Pastaj një moment tjetër shumë i bukur ka qenë kur ka ndodhur surpriza me mamin, shumë i kërkuar nga ana ime dhe nuk do të harroj asnjëherë momentin kur mami ka ardhur brenda. Momenti më i vështirë kur më është dashur të marr vendimin për ta lënë shtëpinë e Big Brotherit. Një ditë që nuk do ta harroj asnjëherë. Shumë e vështirë në vendim dhe shumë e vështirë në aspekt fizik dhe emocional. Ka qenë dita kur e kam gjetur veten totalisht pa asnjë fuqi më tepër për të vazhduar përpara. Raporti me Gjestin ka qenë sfidues. Ka qenë një raport i zhvilluar në kushte anormale. Mendoj që kjo ishte edhe arsyeja pse e gjeta veten në fund në atë pozicion që e gjeta, sepse nuk pyeta për pasoja, u tregova ajo që jam, ashtu si jam dhe ndoshta duke gabuar shumë ndaj vetes time. Gjesti është partneri im, mirë keq. Po jetoj me një gjest që po më shprehet se ndjen për mua, se do të jemi bashkë jashtë mureve të asaj shtëpie. Një gjest që më puth, më përqafon, më përkëdhel, më flet si fëmijë. Mendoj që thjesht kam arritur të kem atë gjën për cilën luftova. Po jetoj të ditë lumtur. Ky rikthim edhe një herë në brenda kësaj shtëpie është vetëm për të vënë vend dinjitetin tim, ashtu siç shirojën e parë. Thjesht zgjodha të isha e vërtet. Nuk zgjodha të futem me një personazh edhe t'i fsheh dobësitë e mia. Ja kam pranuar vetes të gjithë emocionet ashtu si më kanë ardhur në atë moment që më kanë ardhur. Big Brother është pa diskutim eksperjenca edhe përvoja më unike që kam jetuar deri më sot. Të shpalos të gjithë dimensionet e tua, se si ti nuk e di kur se çfarë do ndodhi, se si të rrit, të mëson, ka qenë një formë shkolle. Uroj shumë që të kem mundur të jap sadopak një shembull për të gjitha vajzat atje jashtë, një shembull se si të duash fort në fakt nuk është mëkat. Nuk është turp të ndihesh në njëherë e dobët. Ama, turp është mos ngrihesh prapë, për t'i treguar vetes që je fort, je shumë e fortë se ç'mendon.